Po, unë mendoj që edhe pas kësaj, edhe po mos ndodhte kjo situatë, është problematike shkuarja sërish në zgjedhje, për shumë arsye, për shkak ndoshta buxheti dhe mund të kalohet sepse tashmë qeveria, partia që i ka dalë para dhe mund të formojë qeverinë, por u shty për shkak të procesit të rinumërimit. Dhe para e punës është mirë që sa më shpejt të kryhet rinumërimi, kemi një qeveri funksionale që t'i heq nga rendi ditës disa tema, si duke filluar nga buxheti, disa marrëveshje ndërkombëtare, sepse nuk e kemi luksin që të vetë numërojmë në kohën kur po vlojnë temat globale, kur po vlojnë kur janë bisedime intenzive për shembull SBA me NATO për Grenlandën, kur është tema Ukrainë, Rusi, kur është tema lindja mesme që fatmirësisht për momentin është stabile, kur ka tensione Iran-Izrael, dhe ne nuk e kemi luksin që të merremi me ex-kandidatin që eventualisht dyshohet që mund ketë jetërsuar vota. Prandaj duhet në kohë rekord të përfundoj numërimi votave, formohet qeveria dhe të mendohet seriozisht zgjidhja pa alternativë për të shkuar në zgjedhje. Nuk duhet, sipas mendimit tim, këtë fazë nuk duhet të ketë në tavolinë fare tema shkuarjes sërish në zgjedhje. Se kush do të zgjedhet, ai apo ajo, apo Vjosa Osmani, apo ndonjë kandidat konsensual, ka Kosova mjaft figura kredibile, politike, jashtë politike, se akademike, por edhe këta që janë aktiv, duhet gjetë një konsensus që vendit mos shkojmë në zgjedhje, sepse në fundit ne kemi pasoja, qytetarët kanë pasoja, askush nuk brengoset në fund ditës për imazhin e Kosovës, nëse ne vetë nuk e duam një gjë të tillë. Është i kaluar